Zonja Dermaku, një problem që e kemi si gazetar, si komunitet, është qasja që e kërkojmë në rastet të caktuara nga institucionet, e të cilat kur na përgjigjen na thonë se rasti është në hetim edhe nuk mund të keni qasje. Ky standard si duket është duke afektuar pak edhe vendimarrjen në agjensi. A mundi më na kallëzu se cili është standardi që e ka agjensia, sepse fakti që një rast është në hetim, nuk do të thonë kur gjë që me u qas gazetarët në dokumente të caktuara, sepse ligji u mundson dhe nuk kanë asnjë barierë tjetër ligjore që ato mos t'i kenë në dispozicion. Vedem ka qenë një prej çështjeve që e kemi diskutu shumë gjatë për me vendosur një standard. Cili është standard? Edhe, ta kish parasysh se po du me të tregu të parën që është mungesa e mekanizmit hetues për anës tonë. Në kuptimin që mi kërku, me shku dhe me po a i kanë apo si kanë. Si ka ndodhë rjedha e krejt kësaj dhe pse ne kemi vendosur për këtë standardin që ti besojmë dokumentit të Policisë të Republikës Kosovës pa marrë parasysh se sa detaja ka ai dokument, sepse kur kemi provuar herën e parë dhe që unë mendoj që kemi bërë gabim, i kemi shkruajt prokurorisë për një rast, për me u siguru ashtë në time ajo, prokuroria së përgjigj fare. Nuk është përgjigj. Sa interesant. Për një rast pak e çuditshme. Jo, po tash kuptoj rrjedhën e shqyrtimit të ankesës dhe vendimarrjes tonë. Dhe me thonë, ty të bëhet kërkesa për ankesa në fakt ndaj një institucioni publik, për një çështje që institucioni e deklaron se ka nën hetime dhe ta sjell një dokument të Policisë Kosovës që thotë se si e quajnë ata, memorandum, ka nisë këmbëllimin e informatave. Edhe ky është deklarimi i institucionit. Tani, ne i drejtojemi prokurorisë për herën e parë të vetme që ju kemi drejtu, edhe që unë mendoj që kemi po gabim. E themi, për rastin kështu, dojmë ditë, a përbën shkelje të procedurës të kodit penal nëse këto informata i penal. Edhe ata nuk na përgjigjen. Edhe çka bëm na si agjenci? Nuk morëm informatën. Edhe na jemi të detyruar mi besu dokumentit që ta bjen se. Edhe njëherë po them, përgjithësia bie mbi institucionin që e ofron ato dokumente. Po na po thojnë që ata po abuzojnë me këtë mundësi. Po pe kupton ti tash. Këtë mundësi që po abuzojnë ata po na mendojnë në agjenci. Nuk kemi drejtuar me shkresë, po jemi konsultuar dhe me Policinë e Kosovës dhe policia ka thonë, na kemi urdhën e prokurorit, prokurori e din këtë çështje. Pra, në shqyrtimin e ankesës tonë, tash na metshim peng për me prit apo na kthen përgjigje prokuroria jo, për me vendos a duan që ato dokumente mu dhon apo jo. Në rastin tjetër, po që se ne e lejonim hapje në dokumenteve që mund të prishin hetimet, zyrtari i agjencisë mbante përgjegjësi penale sepse ka prish hetimet. Dhe për të ndalu këto, standardi është shkresa e policisë që rasti është në hetim, ne e mbyllim rastin. A ka bazë ligjore gzim se unë e di që nuk ka bazë ligjore, po me elaboruar ne kena diskutuar edhe në forume të ndryshme dhe edhe këtë çështje dhe që definitivisht nuk mendoj që ka bazë ligjore agjencia për me kështu, për çfarë arsye? Nuk është çështja tek fakti, ai beson institucionet apo jo. Institucioni duhet me besu sepse nuk ka mekanizëm hetues për me thonë rasti a është në hetimi apo jo. Mirë po, rruga se si shkon deri tek refuzimi i qasjes në dokumente publike nuk është thjesht fakti se një rast është në hetimi apo jo. Po rasti është në hetime, do po i besojnë policisë, prokurorisë dhe kjo çështje është e mbyllne. Megjithatë rruga nuk është kështu. Ligji për çosjen dokumente. Jeni ju zyrtari i agjencisë që po e shqyrtoni ankesë. Si do të veproni? Faleminderit. Do të referohesh shtatenini 17 i ligjit për çosjen dokumente publike që e përcakton procedurën dhe kriteret për refuzimin e një kërkese për çosjen e dokumente publike. Aty thotë se në secilin rast duhet që të bëhet një test i domit në mes të interesit publik dhe bazës së mbrojtshme. Nga institucioni që kërkohet. Nga institucioni që kërkohet. Dhe më pastaj janë bazat, njëra prej tyre është cenimi i hetimeve. Dhe cili është parimi bazë në rastin e refuzimit është parimi i proporcionalitetit. Që i bie në rastin konkret, institucioni në asnjë rrethon edhe nëse rasti është në hetime, nuk mundet me refuzu çosje në dokumente publike
e bujnë një test të domit se cilat për dokumenteve mi cenojnë muhetimet. Për shembull, e kini dëshmitor bashkëpunues, e kini dëshmitor që nuk dën me ekspozuende, e kini një provë që nuk dën me ekspozuende, për ato e bën vlerësimin e domit dhe thu që këto dokumente mu ma cenojnë hetimin. Dhe për ato dokumente nuk jep. Për dokumentet e tjera, Jari shambujt ma banal, i ki procedurat prokurimit që i ki në i prokurim dokumentet e caktune të cilat bëhen publike kur zhvillohet një aktivitet. E disa këta akuza është për një tender nga një autoritet i caktun me operator ekonomik. Dhe tash nisni e teme, këtu e kena pas që është një luft e kompanive që me zveti bojnë kallëzime penale njëri tjetrit. Dhe për me mbyll komplet rastin dhe mos me po dritë në publik, asnjë në këtë rastë, veç e inicojnë kallëzim penal, ata ndërmarrin veprime dhe përgjigje është 2 milion vjet. Avoti hetimeve atje është 3 vjet me mundësi vazhdime edhe për 3 muaj për draftimin e këtij akuzës. 3 vjet e 3 muaj. Dhe tash na vjen që institucionet kanë filluar me abuzumet çto. Kena pas shumë Kjo është fenomeni i abuzimit. Na kena filluar për shembull në ulëm. Dhe mos të françose për kur gjë. Na kena filluar për shembull në ulëm tem. Kena thonë që nëse nuk ka bëjmë me një pronë, një shkëmbimi pa leshëm e tjere tjetë nëse nuk ka bëjmë, dhe qka ka ndodhë kërë kemi kërku dosjen tek institucioni, ata kanë kuptu se qka i na të dosht me hullumtu dhe këna thonë që po dyshojnë që në rastin konkret ka shkelje dhe kanë dërgu rastin në policia po në prokurori. Në rastin konkret, kjo është mënyrë që institucionet po abuzojnë me qitë standart të vendosur nga Agjencia për informim. Qka besoj une? Unë e besoj që çështjet dhe ashtu thot edhe ligji, thot domosdoshmërisht do testi i domit, për njërë nga bozat e përcaktuara në ligj. Nëse ka test domit, fatmirësisht, falë që po zgjotem, kemi edhe shembuj pozitiv. Një institucion, e kemi diskutuar një institucion ka thonë, në rastin konkret, personit cilët ju po i referuni nuk është person publik. Në rastin konkret, jemi në fazën shumë fillestare. Në rastin konkret, ende nuk e dim se cila pe informata do të na dëmton të hetimin, në këtë fazë nuk mundemi m'ju dhonë përgjigje për këto dokumente, përjashtimisht për këto dokumente. Kështu do të me qenë shembull i vendosur. Fatkeqësisht, rastet pa test domit, vetëm me pranim se rasti është nën hetime, kanë kalu në agjensi dhe kjo më pastaj është bësi një modus operandi i institucioneve qysh me ju shmong transparencës. Dhe të gjithë atyre që përfshien në qëto raste. Definitivisht se po. Krejt po e kuptojnë mënyrën qysh më rujt prej dosja, do më publikut. Tekni dosje 100 milion euro. Informata mos vinte të përfundimit që mund do më thënë mos me që informacionin e drejtë qytetarit. Ju e dini rastin që e përmendët. Ne kemi trajtu me gëzimin konkretisht, pikrisht që çështja edhe kemi trajtu gjatë. Si do t'ja bëjmë? Do më thënë se që qëllimi ka qenë ndërtimi një standardi sa më të mirë. Tani, kur ne u kemi kërku kushtimisht, pe marë si shembull, pa dosh një referu se ka qenë rasti konkret, nuk e dija ka qenë ndaj ministrisë, po ministrisë e mjedisit. Edhe kemi thënë se duhet ta bësh testin e dëmit. Ministria është kthyer dhe ka thonë, komplet procesi jonë, komplet ky proces, është në dëm të hetimeve, si pas nesh, sepse këtu ka personat të cilët janë të hetu, këtu ka certifikata që nuk duhet të dalin në publik. Ato do të mirë, po që ministria nuk e bën hetimin. Po sakt, pikrisht të vëdujnë. Ministria nuk mund të thirrë nga bos heq. Faleminderit shumë. Edhe çka kemi bënë? Sepse ministria ka dalë ka thonë që kur ne nuk ja kemi pranu këto, se kemi thonë ju nuk jani ata që e vlerësoni. Po atëherë për neve këtë që nga ka për policia, për na nuk muj me thonë asë një informacion, drejtoheni prokurorisë. Jo e bën vlerësim. Të lutëm, Prokuroria do të vlerësimin. Po tani, nëse po plasim për institucionet e drejtësisë, për me bo vlerësimin prokuroria, unë ja tregova shembullin, kërkesën nuk e kena te prokuroria, kërkesën e kena te institucioni. Institucioni e thot e bëm vlerësimin e domit. Këto në alin dhe një rast tjetër, sepse rastët në polici nuk konsideruar rastën në hetim. Te apo kupton, do më thënë institucioni thot, na e kena rastin në hetim dhe na në vlerësimin ton të dëmit, na konsideron se që kjo prishet një institucioni. Po, edhe na nuk kemi pranu përgjegjem. Po nga, na nuk kemi... Përjashtimisht nësë është hetim disiplinore. Po. Ne nuk ja kemi pranu për dvegjen, atë nga kanë tonë, i referojoni prokurorisë që ja kallëzova rastin. Prokuroria s'ka këthy përgjigje.